Emrama dhe përshëndetje. Kam një thirrje për drejtorin e përgjithshëm policisë, të cilët i tham, jena të gjithë nona, motra, vëllezër, të gjithë jemi aty. Të lutem, mbra qytetarët, mos mbra pushtetaret. Ata si janë aty i kena prona. Nga ne kanë ardhur aty. Ne të aty hekun për aty të besa Zotit do t'i grehim zvarë një ka një. Të i molli të e i vogli. Nuk e kanë shliru, nuk e falë në kërkush, ashtë prone jona. Nuk ashtë prone kur një partijet e kur një pushtetarit. Zoti bekov Shqipërinë e Shqiptarët pak të atratarë. Zoti ju lujt, Zoti ju lujt. Të nderuar nëna baballar, vëllezër dhe motra, të rinj të mrekullueshëm, ne para disa ditësh u ndodhëm para një represioni të tipit serb. Përpara nesh, aty para parlamentin, ishin qetnikët serb, nuk ishin policë shqiptar. Në hodhën hen, o familjar të këtyre policëve, ato u sheheni me lekët e helmit që hodhën mbi fëmijët, ato u sheheni mbi gjakun që derdhën të rinjt aty në shesh, ato u sheheni mbi acidin, se nuk ishte uj me Sprite apo me piper, nuk i di që atë them, sepse mund ka djek 3 ditë dhe akoma më djek edhe sot, ato u sheheni me këtë hen që më hodhën, ato u sheheni, a nuk vjetë turp o familjar, o fmi, a nuk vjetë turp të uleni për krah fëmijëve tanë në tavolinat në shkollë, kur një prind është i helmuar, i prindi shokëve tuaj që uleni në auditore bashkë me ta. Këta nuk janë, sepse ne jemi shumë të dhimbshëm, edhe shumë e keqe që kjo. Sepse i matë më thoshte se unë jam i persekutuar. Edhe thoshte që Zoti ka thënë, fali Zot se s'din çka bajnë. Këta din çfarë bajnë, ta din vetëm vrasin, ta din vetëm vrasin, që vitin 1921 që kanë krijuar Partinë Komuniste, Partinë e krimit, Partinë e vrasjes, Partinë e armiqësisë. Vëllezër motra, të rinj që rrini në për lokale, është turp që rrini në kafene. Si ndjeni mirë ju, kur ju dhënohen të afërmit tuaj. Si ndjen mirë këta policë që dhënohen pushinjtë e tyre. Unë mendoj dhe i kërkoj spakut, sepse në ditën që kemi qenë para parlamentit, ne ligjërisht na është heq liria. Para parlamentit është hapësirë publike. Se unë kam punuar dhe policë. Objekti rëndësisë veçantë është vetëm territori i rrethuar dhe jo ato parmakët e gardhet e dhive që vendosim ta atje. Nuk mundet të na marrë peng njeri në trotuare. Nuk mundet kush të na marrë peng në rrugë. Pra ata, nëse spaku nuk vepron, sepse ata kanë qenë thyrjet ligjit dhe duhet kishim sot e pror, edhe policë që kanë ushtruar dhunë në hapësirat publike. Është hapësirë publike. Ky maskaraj këtu ka prish garde, ka prish tenda në për lokale, duke thënë se do hapësirat e të zanuna. Hapësirat e të zanuna i marë ky legend këtu. Prandaj, o popull, ajo është hapësira jonë e policëve. Nëse